Me 26 vota pro, Këshilli Bashkiak i Durrësit ka miratuar buxhetin për vitin 2015 me një fond për 1.7 miliard lekësh. Interesant është fakti se në procesin e votimit votave të PS-s dhe LSI-s janë bashkuar dhe votat e PDI-s. Këshilltarët e Partisë Demokratike kanë braktisur procesin e votimit pasi sipas tyre kryetari i bashkisë nuk ka pranuar të bëjë në këtë mbledhje transparencën e përdorimit të fondeve për vitin 2014. Kryebashkiaku Van Gjushdako shpjegoi se buxheti ishte më i ngutshëm pasi thesari i shtetit do të mbyll veprimet në 23 janar, ndaj shqyrtimi i përdorimit të fondeve për vitin 2014 është shtyr për një mbledhje tjetër. Sa më shumë të vonohej miratimi i buxhetit, aq më pak shërbime do japim qytetarëve, aq më pak investime. Dhe grupi këshilltarëve të PD-s ishte në këtë linjë, ta pengojmë miratimin në shpejtësi dhe në kohë të buxhetit që gjatë ballafaqimit elektoral bashkia të dali sa më pak investime. Në buxhetin e ri të Bashkisë Durrës, qeveria ka akorduar 459.8 milion lekë nga buxheti i saj, në formën e transfertës së pakushtëzuar, ose 23 milion lekë më shumë se një vit më parë.